Kështjella e Vil Bashtovës, monument kulture i kategorisë së parë, së shpejti do të rihap dyert për vizitorët vendas dhe të huaj, pas një restaurimi të plot me fond prej rreth 63.3 milion lekë të Bashkimit Evropian për Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore nëpërmjet Zyrës së Kombeve të Bashkuara. Punimet për kryerjen e ndërhyrjeve konservuese dhe restauruese në këtë monument të trashëgimisë kulturore kombëtare në Kalan e Vil Bashtovës, të ndërtuar në shekullin e 15, kanë përfunduar dhe aktualisht po jepet dora e fundit punimeve jashtë kalas, ndërtimit të sheshit përpara saj, qendrës së pritjes së vizitorëve, biletarisë dhe lokalit të shërbimit, trotuareve për kombësorët, lulishteve dhe ndriçimit. Tashmë pas restaurimit, kështjella e Vil Bashtovës e karakterit fushor është pjesë e ofertës turistike, është shprehur drejtuesi teknik i punimeve Fation Liko. Ndodhim në Kalan e Vil Bashtovës, ku kemi përfunduar restaurimin e plot të kalas, siç e shihni. Tani jemi në ambientet e jashtme, ku kemi bërë qendrën e informacionit të re, një kafene për të mirëpritur vizitorët e huaj, trotuarin siç e shihni, ndriçimin. Kalas tani jemi në fazat e fundit për trotuaret, për godinën, dhe shpresoj të jetë shumë shpejt e hapur për të gjithë vizitorët vendës dhe të huaj. Dhe shpresoj të jetë një atraksion shumë i vizituar nga të gjithë. Rruga që të çon drejt Kalas së Vil Bashtovës, e cila lidh rrugën kryesore me këtë kala mesjetare, që është edhe një nga pikat turistike më të frekuentuara nga turistët e huaj dhe vendas, prej kohësh është e amortizuar, shpreh specialisti i punimeve. Sipas tij, institucionet përgjegjëse kanë lënë në harres këtë segment rrugor, ndonse është mjaft i frekuentuar. Gjatë gjithë vitit, kalaja e Vil Bashtovës frekuentohet nga një numër i lartë vizitorësh vendas dhe turistë të huaj, ndaj ndërhyrja për rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e kësaj rruge duhet të jetë menjëhershme nga autoritetet lokale, ka theksuar për televizionin Apollon drejtuesi teknik i punimeve Fation Liko. Tani problemi vetëm ka ndodhur te rruga, që duhet zgjeruar se është një kalimshë dhe ka shumë vizitor që vinë. Kështjella e Bashtovës është një pasuri kulturore dhe me shumë vlera, për cilin do vizitor apo të interesuar. Ajo është treguesi i historisë dhe kulturës së të kaluarës, së shekujve që i përkasin trashëgimisë kulturore dhe historike kombëtare.